E tha shumë mirë edhe Visari që shambull kandidati që është prezentuar me më shumë tipik, unë mendoj që me të drejtë është vlerësuar për nga aftësia menaxheriale për shkak të përvojës dhe kualifikimit dhe për shkak të themi ashtu ekspertizës që ka pasur në menaxhimin e institucioneve të sistemit të drejtësisë, sepse ai nuk vije rastisht në pozitën e kryeprokurorit, sepse e ka një bagazh në të kaluarën që nga koha kur ka punuar edhe si nëse s'ka bërë shef i hetimeve apo edhe gjyqtar apo edhe si prokuror i Prizrenit pastaj dhe është kalu në Prishtinë. Në këtë segment nëse është marrë për bazë përvoja menaxheriale e një kandidati, pashmangshëm që i njëjtë ka pasur përvojën më të lartë karshit kandidatëve të tjerë. Dhe fakti që më shumë tipik kanë qëlluar në këtë segment, normalisht që e ka pas e përsin edhe të vlerësimit. A do të duhet ishte pjesë e vlerësimit edhe kjo pjesa se si shpreh të gjitha ato që i tha në intervistë, sepse po e shihni që janë bërë virale ato video gjatë pjesës së intervistimit ku ai kërkon që t'i përsëriten pyetjet, nuk i kupton, ka nevojë për sqarime, shtesë, ka emocione të tepruara nëse mund të them si kandidat për kryeprokuror të shtetit. Kjo është më tepër aspekt i menaxhimit personal që e ka kandidati kur ballafaqohet me një panel intervistues. Po çka bën nesër kur e ka një land shumë pranë përpara? Absolutisht, këtu deshta me dalë edhe kjo tregon pak edhe përvojën që ka pasur ose që ka ky kandidat në aftësinë dhe të shprehur në komunikim qoftë me publikun, qoftë edhe para një paneli intervistues ose edhe para një komisioni në të ardhmen që ta zënë para Këshillit Prokurorit të Kosovës kur do të thirret që me raportu për punën e tij edhe për sukseset edhe për ato mangësitë. Unë mendoj që oratoria ose aftësia e komunikimit është një bazë e mirë që mund ndërsohet kandidati sa i përket vjetshmërisë në të folur dhe në të shprehur, por jo domosdosh faktori vendimtar që e përcakton cilësinë apo kualitetin e një kandidati për kryeprokuror. Pse? Sepse ne kishim aty kandidat që u shprehte në kuptimin e oratorisë mjaft bukur, por në substancë nuk është që jepte argumente ose jepte përmbajtje të fuqishme të asaj sepse ai meriton të zgjidhet si kryeprokuror shteti. Unë e tham shumë e përzidit plus që madje edhe shumica pothuajse e kandidatëve nuk është që jepshin argumente të fuqishme në kuptimin e përvojës praktike që e kanë ata në në një segment caktuar që është lufta kundër korrupsionit ose te pastrimi i parave ose te rastet konkrete. I përmendin sipërfaqësisht sa për me i ilustruar si shembuj që ata kanë korrë suksese, por ne jemi dëshmitarë si jetohemi në një shtet ku vazhdimisht e kritikojmë sistemin prokuror dhe gjyqësor që ka një performancë të ulët në luftën kundër korrupsionit. Por sa i përket këtyre që janë shkurt vetëm ta plotësoj këtë pjesën sepse adresuat pyetje pse kërkoj përsëritjen e pyetjeve. Nuk ka qenë vetëm kandidat që ka kërkuar përsëritjen e pyetjeve. Sepse nëse shikoni intervistat ka pasur kandidat tjerë. Ai keni nevojë pyetjet e pasardhta, pse kishin nevojë më përsërit? Ai keni nevojë të gjatë si mojshin mend. Pyetjet mendoj që kanë qenë shumë qarta, por jemi kujdes që nëse ka paqartësi netja përsërit, jo vetëm zoti Gashi, por edhe të tjerë që kanë lyp me përsërit pyetjet, po thëma kanë qenë gjata të pasardhta, nuk kanë qenë asnjëra nga këtu, por thjesht duhet mi kuptu edhe kandidatët që kanë paraqitja para një paneli që pretendon të marrë pozitën më të lartë në sistemin prokuror, natyrisht ka dhe emocione të reja. Do të më theksuar një fakt për hir të korrektësisë. Fakti që unë besoj që kandidatët kërkojnë sqarim të pyetjes, kjo s'duhet të jetë fakt që paneli më vlerësua ose më vlerësua negativisht kandidaturat, sepse është e vërtetë që nuk ka qenë vetëm i vetmi zoti Gashi që ka kërkuar të përsëritjet pyetjes, kanë pasur edhe 2 dhe 3 kandidatë të tjerë, të cilët në mes të intervistimit në pyetjet për integritetin ose në pyetjet tek aftësitë menaxheriale, ku pasku ndoshta nuk i kanë dëgjuar mirë ose ndoshta edhe kanë pasur emocione në ato që si të përgatiten në përgjigjen e tyre. Nuk dua t'i mbroj as të luaj avokatin e tyre, sepse fundi është përgjegjësia e tyre se si të paraqiten, por nga vlerësimi jonë në tërësi nga ajo që ne objektivisht e kemi pas si proces, sepse do të marrë për bazë edhe krahasimin në procesin e parafundit që është zhvilluar. Pra, nëse i marrëmi parametrat e një procesi në të kaluar, se do të shtajës me bukrasim se me një diska të tjetër është mirë bukrasim. Ne na takon me e përmend faktin që KPK i kanë ndryshuar standardet. Pra, i kanë ndryshuar për të mirë. Jo, nuk e kanë ndjekur linjën dhe praktikën e njëjtë sikurse në të kaluar. Zoti Bogashku, një diska tjetër që është me rëndësi që diskutova me zotin Krasniqi është çështja e raportimeve që janë bërë në publik për sa i përket integritetit të zotit Gashi. Shihet atje në një foto të publikuar me politikan i shoqëruar në një ndeshje futbollistike. Po ashtu është raportuar edhe ky rast nga tash ajo që dekretoi presidentja e vendit, zonja Albulena Azhiu,
për një rast nënhetim i cili është diskutuar në zyre, ku ajo e keni pa me përçmim fletë se si prokuror t'i shkojnë në zyre edhe i nënshtrohen. Krejt kjo, çka thët për këtë proces, a e cënon integritetin e këtij procesi, edhe a është e pritshme që dikush që denoncon dikë për një shkelje ligjore ta dekretoj vetë, bile në një afat që po thujnë krejt rekord, s'dia ka pasur edhe shanca me i lexu dosjen voluminoze që e ka dërguar në këtë rast Këshilli Prokurorial për zhvillimin e këtij procesi. Unë mendoj që spari, çdo zyrtar publik në Kosovë, qoftë çdo bardhës apo titullar i pozicionit që mban, ministri i drejtësisë apo edhe presidenti i shtetit apo edhe kryeministri, duhet të pas shumë kujdes se çka deklaron gjatë intervistave ose gjatë komunikimit që ka në publik. Sepse duhet me pas edhe me parashikuar situatën që vjen një moment ku ajo që e thu herë dukur të kthehet, që themi ne, kundër dhe bumerang nga ajo çfarë ka të deklaruar. Mos harrojmë se këta janë politikanë. Dhe me faktin që e bartin petkun e një politikani, këta edhe shpesh herë edhe mundin me proklamuese, me shpreh deklarata për qëllime që ata i mendojnë qoftë të interesit politik, qoftë të interesit personal në kuptimin edhe të përfitimit të ndonjë vote ose në kuptimin edhe të përfitimit të një audienci apo edhe të përhir të asaj se çka mbron si një zyrtar që i përket një subjektit politik. Por, në anën tjetër, edhe zyrtarët e tjerë, sidomos këta të sistemit të drejtësisë, po flas këtë rast për anëtarët e prokurorisë ose të gjykatave ose anëtarët e KPK-s dhe KQK-s, duhet me pas shumë kujdes në sjelljen e tyre dhe në çastin që ja kanë ata në publik. Dhe ne, do të thonë, unë mendoj që do të me qenë tejet i kujdesshëm që në sytë e publikut të mos nxitet perceptimi që X ose filan zyrtari, qoftë a prokuror apo gjyqtar apo edhe kandidat për një pozitë në sistemin gjyqësor dhe prokurorial, të mos jetë lehtësisht i qasshëm në komunikim apo edhe në paraqitje publike me fytyra ose me figura që i përkasin skenës politike. Por ai ka qëlluar aty siç ka qëlluar në një ndeshje futbolli. I ftuan në një audiencë, i ftuan në një zonë zyrtarisht nuk kam dëgjuar që është ftuar nga ana e Federatës së Futbollit dhe ka qëlluar të brenda një audiencë ku ka pasur pjesëmarrje të njerëzve të thjeshtë, pra që s'kanë qenë edhe funksionar, dhe aty prezant kanë qenë edhe figura të tjera të partive politike. Unë nuk duhet të flas më tepër mbi ato se çka ka lypa i zyrtarëve aty, sepse unë mendoj që ai ka dhënë një përgjigje, do të thajë është sqaru në faktin se ai ka thonë që jam aty me përfaqësues të këtë partive që i kam takuar krejt rastësisht. Po zakonisht i shohim që krejt takimet me politikan nuk janë edhe bashkë rastësishme. Por besoj që është rasti kë. Jo, unë mendoj që ky se ka ditë që atje do të jetë afër politikanëve të caktuar. Unë mendoj që kur ka shkuar në stadion e ka bërë mend që ka më qenë afër me njerëz të partive politike të ndryshme. Po thjesht ajo çështje që i takon atij, ai më usharu edhe Këshilli me e sharu çështjen e asaj këtë fotografie. A ka lidhje me vetëvendosjen, as ka lidhje me vetëvendosjen